një artiste që jeton skenën në çdo notë, lëvizje dhe emocion. Alida Duka është një këngëtare, performuese dhe koreografe shqiptare, e njohur për stilin e saj unik, që ndërthur elemente R&B, hip-hop dhe freestyle. Alida e nisi rrugtimin artistik që në fëmijëri me studimet për piano dhe më pas në liceun artistik për kanto. Që prej viteve 2000 ajo ka publikuar 10 projekte muzikore, shumë prej të cilave mbajnë edhe vulën artistike të vëllait të saj Stine. Alida është dalluar gjithmonë për energjinë skenike, koreografitë e realizuara prej saj si dhe stilin e veçantë në performancë. E frymëzuar edhe nga artistë ndërkombëtar, ajo ka sjellë në skenën shqiptare një frymë moderne dhe të guximshme artistike. Në vitin 2025 ajo u rikthye fuqishëm në muzikë me versionin e ri të Sa duhemi si dhe projektin Rari and Banger. Sot, Alida Duka vazhdon të jetë aktive me projekte të reja muzikore. Zero Konkurencë është projekti i saj më i fundit i prezantuar për dashamirësit e saj, ku artistja vjen me energjinë që e ka karakterizuar që në fillimet e karrierës. Kjo vajza e rritur e suksesshme që ju shikoni sot me një material të ri muzikor, duhet ta dini tashmë mjaft mirë që është motra e artistit po gjithashtu shumë të njohur Stine dhe të dy bashkë bëni rrugën në këmbë për të shkuar në shkollën e parë të muzikës që u hap në Dibër. Nga atëherë deri tani janë bërë shumë materiale muzikore, janë gëzuar shumë suksese dhe sot ne jemi në suksesin e radhës të Alida Dukës. Alida, mirë se vjen, shumë kënaqësi të kemi në studio. Mirë se ju gjeta, jam shumë e lumtur që arrita dy tek juve dhe ke emisioni juaj sepse ju ndjek gjithmonë nga Instagrami. Gjithmonë e mirëpritur si në shtëpinë. Edhe ne presim materialet e tua. Dhe urojmë shumë që kjo bisedë të jetë një bisedë shoqërore ku ti ta shijosh dhe në fund të thuash sa mirë bëra që vajte tek ata të dy. Urime për në hyrjen energjinë juaj, kështu që shumë urime, shumë urime material. Konkurrencë. Faleminderit. Titulli kur më ka ardhur Stine tha këngën e ke gati, mund vish Zero Konkurencë. Ua, thash, mendova atë që menduat dhe ju tani, mos ndoshta është Zero Konkurencë, se nuk dua fare të bëj Zero Konkurencë me asnjë nga kolegët, por është këngë që dedikohet dikujt që ka gjetur një dashuri të re dhe unë thjesht i këndoj Zero Konkurencë ati që ka gjetur një dashuri tjetër dhe me vetbesimin tim them që nuk jam fare xheloze, jeta vazhdon për dikë që mbyllet një derë, hapet një derë tjetër, kështu që kjo është imazhi i... Ndjesi jo personale, besoj. Jo, nuk është. Totalisht për të shkuar tek ndjesitë të tjerëve. Pikërisht. Dërgjon se Alida është një ndjesi mund të jetë Stines, ai thjesht të dha materialin. Pikërisht. Pra që ta heqim barën nga vetja. Normal, të shkoj në studio, thot këngën e ke gati, shijoje. Wow, thash Zero Konkurencë do jetë tash diçka por ishte komplet tjetër, diçka tjetër, por më pëlqeu jashtëzakonisht, sepse për verë gjithmonë më pëlqen të prek ritmet që janë për të kërcyer, ritme energjike që janë ato që më tërheqin më shumë, pavarësisht se tek balladat jam ajo që të flesh shpirti. Pikërisht. E vërtet. Për publikun që ndoshta akoma nuk e ka klikuar këngën, ne mendimin e regjisë do shfaqim një fragment të këngës sënde më të fundit. Pse një fragment? Sepse nuk duam të zbulojmë gjithë këngën, që publiku të ketë kurajshin dhe ta klikojë në kanalin e YouTube. Mirë, shfaqim një fragment nga Zero Konkurencë. Paske gjeta Shtine re e për momenja s'po të bjen shpejt harove shtoj e dje Halla katesh kur më she se ti s'dias të gënjesh do pendohesh një dit se ajo s'të ndjen Zero Konkurencë
Zero konkurencë, ta gëzosh dashnin e re. Më gëzushëm se kaq, nuk besoj se ja ka thënë njëri kujt ta gëzoj dashurinë e re. Ajo që mua më bën shumë përshtypje dhe çdo vajzë besoj është edhe dukja. Kush kujdeset për veshjet e tua? Si arrin tek ajo dukje? Për veshjen e jam e fokusuar që duhet të jetë gjithçka perfekt dhe shumë e veçantë. Kjo gjë më pëlqen që të jem gjithmonë unike. Dhe nuk do të fokusohem asnjëherë ose në lidhje me klipet e tjera, me koleget e tjera që t'jem njësoj, dua gjithmonë t'jem e veçantë dhe nëse kam ndonjë veshje që nuk mund t'ja gjej kombinimin, kam një dhomë ekstra tek shtëpia dhe i kam të gjitha ngjyrat që i kombinohet ngjyrë neon, ngjyrë që nuk mund të, nga njerë nuk të kojë që donë dhe veshja me ngjyrën e këpucës për shembull, dhe kam të gjitha ngjyrat dhe më thonin kërcimtarët, Alida, po ku e gjen ngjyrën e këpucës njësoj si veshja? Është sekreti im, i thoja. Dhe kam të gjitha tek një dhomë dhe përpara se të dalë ose përpara se ta shikoj veshjen, e bëj ngjyrën dhe ajo thahet për 2 sekonda, 10 sekonda dhe është gati për të veshur. E ka gjetur formën. Këto çizmet ishin tek fustani me topa, ishin të dukshme. Dhe nuk po gjeja, dhe 2 orë do niseshim për në se xhirimet e fundit i bëm në Shqipëri, pasi ato në Monte Carlo i mbaruam, dhe nuk po gjeja këpucën e njëjtë si fustani. Kisha porositur një palë sandale, por ishte ngjyrë bojqell e hapur dhe kjo është bojqell tjetër, pak më e mbyllur. Dhe shkoj tek dhoma, që kam të gjitha ngjyrat e rreshtuara, dhe i them mamit, mami, dhe pak do nisemi, dhe i ngjy çizmet. Ua, çfarë ke bërë, thot mami, prishe çizmet, s'ka problem, vetëm mbaroj xhirimet. Do përdoren prap ato, por një ngjyrë tjetër, që prap nuk të kuptohet që janë është e njëjta. Tani, se unë me çizme taka nuk marr vesh, dhe normal. Kundërt, ajo çfarë unë marr vesh është të dhomën me këto çizmet edhe veshjet. Cila prej 30 shtëpive në Hanover e ke? Është tek shtëpia që jetoj, aty kam një dhomë ekstra, që është me veshjet e mia dhe domethënë aty nuk do të ketë shumë gjëra sepse ai spray, domethënë pak shpërndahet, por që është një dhomë që vetëm unë futem aty dhe kam atë imagjinatën time që pyes për shumë për të ngacmuar, sepse për te profilit si këngëtare, që publiku të njeh as sot as dje, po prej vitesh, dekada besoj, jetë si përmarrëse. Po, kjo ishte një ide që unë më lindi kohën e koronës, po, dhe normal atëherë s'kishte koncerte dhe duhet bëja diçka. Në kohën që gjithë njerëzit për shembull nuk rinin në shtëpi atëherë, unë mendova kompanitë që vinin në Hanover, kërkonin për punëtorët e tyre shtëpia, sepse edhe hotelet ishin mbyllur, dhe aty më lindi ideja për të marrë shtëpinë e parë, për ta mobiluar, sepse nuk ishin në gjendje normal të mirë, ishin në gjendje pak më të keqe, dhe mua më pëlqen shumë të arredoj, të dekoroj, e kam shumë pasion. Më pëlqen ky efekti before after. Dhe kur e shikoj atë efektin after, sikur më vjen një... E kuptuam dhe tek çizmet. Po, pikërisht. Më vjen pastaj një ide prapë. Por gjen kohë për të dyja, domethënë. Edhe për të marrë me duhet. Të kompaninë tënde, por edhe muzike. Duhet ta bënim që në fillim të karrierës, sepse ne nuk është se kishim ndonjë buxhet madh në fillimin e karrierës tonë, unë edhe Stine kemi ndërtuar karrierën nga zero. Mendoj që si çdo këngëtar tjetër, nuk është se kishim investitor dhe prindit tonë normal që nuk na kanë lënë si çdo shqiptar tjetër ndonjë të ardhur të madhe, dhe që atëherë jam munduar që të bëj gjithmonë një punë paralele që diku ti kem të ardhurat. Plan B. Po, dhe plan B dhe plan C, bile në Gjermani duhet të kesh dhe plan D. Që ta kuptojmë edhe të kthehemi në kohë bashkë me Alidën e vogël dikur, pra vllajt saj Stines, shkonin në shkollën e parë të muzikës të hapur në Bibër për të ndjekur ëndrrën e tyre. Ziheshit bashkë? Grindeshin në një çik? Ziheshim për rrobat më shumë, sepse atëherë na blenin një palë rroba një herë në vit dhe ishin rroba të bardha. Dhe unë i visha të mijat, më bënin pjesë të mijat dhe visha pastaj të motrës. Visha të motrës, pastaj visha të vllajt të Stines. Dhe thoshte Stine mos mi vish rrobat se janë të mijat. E kisha zakon, o do t'i vishja o do plasja. Dhe në fund ja merrja, besoj. Ja merrja, po. Vetëm për këto ziheshim. Edhe doja gjithmonë, domethënë, tisha me rroba të reja tek shkolla. Nuk doja ato që kisha veshur dje, po doja të tjera t'i vishja. Do të thënë që atëherë kam pasur atë manin që doja t'isha perfekt kur dilja nga shtëpia. Po sot Elida, për çfarë grindeni ju? Jam kureshtare. Grindeni më? Jo, ne tani jemi një moshë që nuk ka shans, domethënë Stine është shumë clever. Jo se është vllai im, por ka një dhuntit pa parë, domethënë 20 kilometra larg të shikoj, ai mund të di gjendjen emocionale tënden dhe të di se si je ti sot, në gjermanisht themi wie bist du drauf, se si je ti sot, je
Me hand keqe apo me hand të mirë? Kështu ta një hënën së largu. Direkt, dhe sa po më shikon nga larg, tak, ma din tipin dhe nuk flasim fare. Nga njerë vetëm me shenja, do thënë nuk është nevoja sot normal. Kur kemi qenë fëmijë ishte tjetër gjë. Alida, tani se ne i kemi parë intervjistët tua, dalet e tua publike, por duam të ashtë të bëjmë atë që se kemi bërë publikisht në herë. Ju jeni nga Peshkupia, origina apo jo? Që praktikisht shkollën keni bërë atje, deri në fat saktuar të jetës përpara se vini në Tiranë, jeni rritur atje. Unë si një verior, se jam verior vetë, të formën e kam ndryshuar, patjetër për hir të ekranit. Na fol si Zibrane. Duam të dëgjojmë si flet. Unë mund të të flas, por dhe kur kemi jetuar në Peshkopi, ne kështu kemi folur, do të thotë s'kemi ndryshuar si gjë. Unë ndoshta mund ta kem ndryshuar pak se jetoj 28 vite u bëra në Gjermani. Ndoshta mund ka, por në Peshkopi flisim njësoj kështu dhe nuk e di kur dëgjoj Dibranët, ndoshta janë njerëz jo nga qyteti, ndoshta të ardhur nga Dibra dhe që e flasin gjuhën, domethënë Dibra, hëmër tëj, çfarë bën tëj ose ç'ta haj ose diçka e tillë. Normal që e kuptoj çfarë thon, por nuk e kemi folur asnjëherë dhe nuk e kemi ndryshuar. Kjo është gjuha që kemi folur që të vegjël. Qarë, pra s'keni patur nga këto manjerat në të folur, se është në bukur, se veçantë. Normal, kur dëgjojmë nga Dibra që hëmër ç'ta haj, ja, na duket fani kur e dëgjojmë shumë e bukur, por se besoj shoqët e klasës, mund të kenë qenë disa dhe nga Dibra, apo jo? Po, dhe shoqët e klasës nga Peshkopia, domethënë dhe ato, unë kam Alda Seferin, kam akoma shoqe, klase, me ato komunikoj shumë, të tjerët janë në Amerikë ose nuk kam shumë komunikim, dhe Alda e flet shumë pastër gjuhën, nuk është se e flasim si... Ishtë atesh kureshtar, për dëgjuar një version tjetër, e kuptoj, po nuk e kemi fol asnjëherë dhe nuk është... Edhe pse ta ndryshojmë, nëse do ta flisnim, ashtu ta flisnim gjithmonë, nuk është turp. Alida, për ata që janë kureshtar dhe pyesin në rast se publikimi një videoklipi shoqërohet edhe me një kohë që tjetë dedikon verës për qenë e pranishme në Shqipëri dhe për të kënduar kudo. Ti e di tashmë që Shqipëria ka marrë një zhvillim shumë të mirë në turizëm edhe muzika nuk mungon në Bregdet. Patjetër, do të pëlqente jashtëzakonisht shumë, pavarësisht se unë jam shumë e ngarkuar atje, nëse largohem 2-3 ditë nga kompania, domethënë bëhet një kaos, edhe nuk po gjej akoma një njerëz që të më zëvendësoj. Është shumë e vështirë, por prapë, sot për sot funksionojnë gjërat dhe online, por vetëm se 2-3 ditë në javë duhet të jem personalisht atje. Dhe do të pëlqente shumë televizja dhe nga Bregdeti, shqiptar, sidomos Vera më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Pse jo, kupton, nuk është se kam qenë shumë aktive, por nuk është se do t'i refuzoja nëse do vinë oferta që do të më përshtatesh edhe mua me kohën normal. Si ka mundësi që muzika është në familjen tuaj kaq thellë? Por të mirë, e kemi kuptuar që Alida dhe Stine ka një marrëdhënie të jashtëzakonshme. Po marrëdhënia e Alidës me Gracian, Kunatën, gruan e Stines si? Nuk është se është shumë e mirë, nuk është se kemi shumë, unë jetoj më shumë atje dhe kur vi këtu, domethënë dje nuk e kisha takuar akoma Stinen, kam ardhur në aeroport, kam shkuar ke make-upi, kam shkuar tek takimet e terminat, e thash gjermanisht, tek takimet e mia, po, terminat. Dhe dje në darkë i thash, ore, s'të kam takuar akoma dhe po bënte përshtypje dhe agjenta ime është aq e ngarkuar, saqë unë dhe në Gjermani që jetoj, ka 10 vite që s'kam takuar akoma tezet, ose më vjen shumë keq, por mendoja që sikur ditat kishte 36 orë, jo 24, nuk do më dilnin akoma. E drejt. Për t'i bërë të gjitha gjërat që do. Që duhet kujdesesh për të, mos Jo, Angelo është vet tani, ka ikur koha e kujdesjes tani. Ai është tani është më shumë i rritur, jeton përballë tek shtëpia tjetër. Autonom, domethënë. Pikërisht, po. Dhe nuk është se vetëm thjesht e pyes çdo ditë alles okay, çdo gjë okay, sepse nuk alles gut, ja. Alles gut, ja. Ja, mutter, alles gut. Po. Kur thot alles okay, themon okay, sepse rinia sotshme janë shumë, nuk janë si neve, ne kemi pres tjetër që ishim më me familje, kurse sot për sot duhet t'i pyesësh 10 herë që të vi një herë një përgjigje. Shumë keq që më rritëm në fund të minutave të bisedës tonë. Alida, ne na premton që në takimet e radhës çdo surprizë ti mund ta zbulosh edhe në këtë program. Patjetër, me kënaqësi, edhe pse jo vllajt, me shumë kënaqësi ta kemi dhe Stinen në këtë studio. Faleminderit. Publiku t'i themi, mund të shikoni, dëgjoni Zero Konkurrencë në Stine Records, ky është kanali në YouTube. Dëgjoni, bëni pjesë playlistës suaj, në makinë, në telefon, kudo që jeni, sepse është vërtet këngë ritmike dhe që na bën gjithë të lëvizin, dhe të hidheni pak pufti. Atë donin dhe neve. E dashur, gjithmonë mirë pritur, publiku t'i themi, është momenti të bëjmë shkëputjen tonë të përditshme për edicionin informativ të lajmeve. Rikthehemi pas pak me Zërit Vion akoma.